Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë organizoi një pritje në Parkun Teknologjik të Prishtinës, ku u shënua Dita Ndërkombëtare e Grave dhe u vlerësuan arritjet e grave në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Ambasadori britanik Jonathan Hargreaves deklaroi se Kosova ka gra e vajza të mahnitshme që japin shumë Kosovës dhe të ardhmës së saj. Amazing women you have in Kosovo. Kosova ka gra të mrekullueshme që japin shumë Kosovës dhe të ardhmës së saj. Ju do të keni ndikim se ku do të shkojë ky vend në të ardhmen dhe sa shpejt mbrin atje. Ju e dini se Kosova ka tani më një lajm të mrekullueshëm për të ndarë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës në Universitetin e Prishtinës. Gratë përbëjnë më shumë se gjysmën e studentëve në fusha kyçe, më shumë se gjysmën në shkenca kompjuterike dhe 56% në inxhinieri kompjuterike. Është një arritje e pabesueshme. Kjo nuk është një krahasim i mirë vetëm me të ardhmen e vendit apo me situatën në rajon, por mund të krahasohet me shumë vende evropiane dhe kjo është një lajm i shkëlqyeshëm. Një nga arritjet e jashtëzakonshme që Kosova ka shënuar këto 18 deri 20 vjet. Hargreaves deklaroi se brenda 2 muajve në objektin e Parkut Teknologjik të Prishtinës pritet të hapet qendra teknologjike Mbretëria e Bashkuar Kosovë. Our partnership, and the reason we're in this building is because our partnership between UK and Kosovo. Arsyeja pse jemi në këtë ndërtesë është sepse partneriteti mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës në fushën e teknologjisë dhe shkencës është shumë i mirë. Dhe lajmi i fundit, pas rreth 2 muajsh, do të hapim një qendër të re teknologjike, Mbretëria e Bashkuar Kosovë, ku do të ndihmojmë që të harmonizojmë kompanitë kosovare me kompanitë nga tregu 1.2 trilion funtësh i këtij sektori në Mbretërinë e Bashkuar. Çfarë mundësie për ne dhe çfarë mundësie për Kosovën. Jemi të ngazlyer për këtë dhe e di që shumë nga ato kompani do të inspirohen dhe udhhiqen nga gratë e Kosovës. Në këtë ceremoni të veçantë i pranishëm ishte edhe kryetari i Prishtinës Parim Rama, si dhe vajza e gra që kanë lënë gjurmë në fushën e teknologjisë në vendin tonë.